Si në dalin nga Muriçani drejt malit të Zi, ashtu dhe në ndërhyrjen e paraditës së dielës ka shënuar fluks të madh automjetesh në pritje. Sipas personelit të policisë son kufitare, pritet konfirmimi dhe nga shërbimet e policisë malazeze që të nisë procedura kalimit të përshpejtuar, pasi kjo është dogane përbashkët Shqipëri-Malizi. Në daljen nga vendi ynë shumica ishin turistë të huaj që kishin kaluar javën në pikat turistike të Shqipërisë, si dhe qytetarë të Kosovës. Këta të fundit sugjeronin që qarkullimi në Muriçan dhe malin e Zi të bëhet pa ndalesa, njësoj si në Murin të Kuksit, ku nuk ka ndalim as nga Shqipëria dhe as nga Kosova, dhe të eliminohet pritja në rrallë që zgjasin deri në 1 orë. Këtu pres që 30 minuta, a prej Kosovës ka marrë mjaft mirë. Prej Kosovës ka qenë rruga perfekt, Shqipërinë këm kalu frirë, po veç këtu Malizi nuk e di çka po ndodh. Për ndryshe mirë, koha mirë. Pritet këto gjatë, shumë gjatë, po thonë nuk e di çka po bojnë këta. Me keqardhë dhe se mo si këton, si ka të vijmë apo të kalojmë një herë, andaj ka shkojmë këta, është shumë problem. Nuk e di çka arsyen. Po kjo pritje, qa ti bëjsh? Regula, shtetit, që një 10 minuta jem këtu. Edhe një orë kalojmë besoj. Sipas të dhënave të policisë kufitare, nga dita e premte deri në orën e mesditës së dielës, nga Muriçani kanë qarkulluar rreth 20.000 shtetas dhe mbi 7.000 automjete. Fluksi po rritet dita ditës, jo vetëm sepse në fundjavë, por dhe në faktin që ka shumë turistë nga shtete të ndryshme të Evropës. Ata kanë planifikuar që nga data 1 qershor të kalojnë disa ditë pushim në pikat turistike të vendit tonë. Në vendkalim kufitar të Muriçanit, ditët e fundit janë ndërmarrë dhe disa ndërhyrje të përmirësimit të infrastrukturës dhe imazhit të tij, në kuadër të përgatitjeve të sezonit të ri turistik.